aty ku Shkëzeni, aty ku Nënveri, edhe Frashi 14 vjeçare shpesh i nak se tregojnë. O kom pjesë luftës. Aty ku Mema, kur panal motra, kur panal hiç. Baba, nana, këtë shtëpia. Ka një debat, kështu që sillet ndërmjet njerëzve që merren me politikë ose me gazetari koloare të ndryshme që thonë Haradinaj do të ishte mirë të mos përfshihej fare në politikë, po ta kishte atë aurën e herojt gjallë të luftës, se kështu ju kanë quajtur edhe kështu i quajnë, edhe më tutje. A i keni menduar këtë ndonjëherë kështu me kalimin e kohës? Unë s'jam hero për me më quajt dikush. As jam bo hero për me më quajt dikush. Unë ashe kom ditë atë të jam i gjallë. Absolutisht. Unë jam hero. S'ka lidhje që kam thojnë, që kam shajnë, kush më thate, kush shajnë. Unë jam hero që unë e di që kam bo. Edhe unë e di që kanë bo qëta që po më shajnë. Edhe a kanë bo në i shenë. Edhe kush janë këta. Unë e di shumë mirë këto sene. Unë s'vuj për ashaj. Në dhimet këj popull, që po i dominon kjo. Se kush jam unë e s'paham që e din këtë populli kush jam unë. Edhe s'kanë faj populli. Amo se kush jam unë vetë e di. Se unë si kom marrë hape, mu desh mi bo, unë ta tregova herë, 6 maj natë, 7, 16 prill natë, 2 ngjarje, që i ka historia, që i veni të dyja të ty. Me rekohen me shty në dyja dhe. Edhe ka plot njerë që dele për studi dhe më shetë me mu për o që kënë, 3 javë konë. Një herë është ardhë. 3 herë ka kalu këvi, o të i zotni. Qyri këto data. Në gjehit dit, e 24 marshit natë,